Në orët e para të mëngjesit të kësaj të diele, rreth orës 2:45, në qytetin e Vlorës është regjistruar një rritje pazakonte e nivelit të detit. Fenomen që sipas peshkatarëve vendas nuk është vërejtur më parë në këtë formë dhe intensitet. Uji ka avancuar drejt tokës duke depërtuar në disa zona pranë qendrës së peshkimit, ndërsa varkat e ankoruara janë tendosur fort nga litarët për shkak të ngritjes së menjëhershme të nivelit. Në disa raste, uji ka vështruar edhe në magazinat pranë portit të peshkimit, duke krijuar situatë shqetësuese për mjetet dhe pajisjet e punës. Sipas dëshmive të peshkatarëve, rritja ka qenë më e madhe se baticat e zakonshme. Ata shprehen se nëse kjo situatë vazhdon, ekziston rreziku që uji të dalë në rrugë dhe të shkaktojë dëme të mëtejshme. Ndjesia, do më thënë, klima po na surprizon në përditshmën tonë dhe për neve është normale, zgjimi shpejt për vetë profesionin që bëjmë, punën, biznesin që kemi, por sot u hasa me një fenomen që se kisha parë më para. Nivelit e ujrave ishin jashtë të normales. Ka bërë vaki, nuk mund të themi, por si sot nuk e kam parë, në gjithë këto vite eksperiencë të paktën sa kemi me deti. Nivelin maksimal, po të shikosh magazina këtu nuk ka bërë vaki, do me thënë peshqit, dhe po të shikoje fenomenin, kur shikoje do me thënë turma peshqit që në arritur dilin në tokë, diçka jo normale për situatën. Vite që ne kemi ritheksuar fajtikisht se neve zakonisht për ujrat tona lëviz nga 40-60 do thënë batic, do më niveli i detit. Por unë mendoj që ka qenë gati 1 metr. Po të shikosh me shenjat që paka shumë shikojmë vrejmë në të përditshme këtu në ambientin tonë, shikojmë një çekulibrim të jashtëzakonshëm. Dëme nuk po shikojmë, shpresojmë të çfarë po ndodh me fenomenin. Dëme nuk patëm, sepse normalisht duke pasur eksperienca të vazhdueshme me zhvillime të kësaj natyre duke qenë në det, në kompresorët të gjithë zhvillimet e tjera i kemi pasur të një natyre, por fenomeni është lë për dëshiruar mbi atë panjohurën që do të ndodh nesër. Akoma ka është në efektin e baticës, do më deti është i fryrë, por po të shikosh, do më thënë, ajo ishte minimalisht dhe 20 pont më lartë nga që shikojmë neve. Nuk ka ndodhur, dhe këtu nuk kaloje dot. Po të shikoj të koridor këtu pasia shumë, bile u futa gjitha dhe këpucët i thava që parë. Varkat ishin të requr litarët, sepse varkat lidhen me një distancë të caktuar. Në momentin që deti rrit volumin e tij, normalisht litarët gati bile një vark e një peshkatari tu ishte të requr në atë formë të gati sa të këpucë litarin. E gjithmonë atë që rikthehej, ndryshimi klimatik është evident, nuk mundet të fshihemi si strucit, fusim kokën edhe s'para shikon njeri. Një tjetër element shqetësues ka qenë edhe fakti se disa peshq janë parë të dalë në tokë, një fenomen që zakonisht ndodh gjatë detit të trazuar ose ndryshimeve të forta të nivelit të ujit. Zakonisht niveli i baticës dhe zbaticës është 40 deri në 60 cm, por kësaj here ka qenë më shumë se 1 metër. Edhe peshkatarë të tjerë të cilët ndodheshin në det në atë orë tregojnë të habitur për këtë fenomen të rrallë, duke theksuar se nuk kanë parë kur më parë një rritje kaq të frikshme dhe të menjëhershme të nivelit të detit.